Mirëmbrëma të dashur ndjekës të kanalit tim Rrëfime Jete, ja ku po takohemi sërish së bashku. Sonte pranë jush do të sjell një rrëfim shumë të dhimbshëm. Një nga ato rrëfimet që në fakt unë edhe nuk dua t'i ndëgjoj. Një nga ato rrëfimet që unë nuk dua ta di se ekzistojnë. Por telefonata që unë do të lidh sot është një histori e trisht. Është një histori që unë e di që do të përloteni të gjithë. Ajo është një nënë, e cila jeton vetëm përballë banesës së djalit të saj. Edhe nga nusja nuk ka të drejtë as ta takon të birin dhe as t'i takon as nipërit dhe as mbesat. Ajo më pret në linjën tjetër telefonike. Unë dua të dëgjoj rrëfimin e saj. Faleminderit shumë që je me mua. Përshëndetje. Vestita Tiranë, faleminderit prej teje. Nënë e dashur, unë kështu do quaj. Unë e prezantova pak e shumë historinë tuaj dhe ju më keni dëgjuar. Dhe dua të dëgjoj nga goja juaj rrëfimin tuaj që dëshironi ta ndani me të gjithë shqiptarët. Aha, more birë. Çfarë të Të ndaj? dëgjoj. Unë jam një nënë që sot jam një nënë e mirë. A dikur kam qenë një nënë e përmbushme. Djalin e Rita e vetme që në vitin 97. Bashkëshortin ma vran dhe e mendohe me çfarë vështirësish jam përballuar. Një djalë të vetëm, e Rita me sakrifica, me vuajtje dhe mondime, e kur u martua, nosja nuk më donte mua, luftonte që të merr nënën e saj ta mban. Në fillim i ndëgjoja, djali mundoshte ta fshehën të vërtetën, por nosja ulëriste, nuk e dua, lëshporet. Mua më godiste, më ofendante. S'ka lënë fjalë pa me më thënë, s'ka lënë fjalë. Unë e përbaloja si nën, mundosha që të hesht, të mos të flansë shumë, e të mërshme, po. Edhe i thoja vetes, Do me thënë, me kalimin e kohës. më fal pak të lutem. Do me thënë ti si të gjithë nënat e tjera, ke sakrifikuar e vetme, edhe pse nuk e patur mbështetje për të arritur djalin? E vetme edhe shkatruma. Shumë e dhimbshme. Krejt të gjyrat vet, edhe çfarë por ideali, ka qenë data 14 dhjetor. Që unë e quaj natën të të merit. Djali vendosi që të më nxjerrën mua nga shtëpia, e më mori një banes me qera përballë, edhe më paguan vetëm qera, ma lidhi një pension, nga pensioni Po që më kam. fal, djali nuk tenton që të flet me ty? Jo, as që bëhet fjalë, çfarë thua? As flet me mua, as po mi ti takoj. Nuse në shikoj në rrugë, se shkoj në Kuptoj. shitore e kemi poshtë. As me koj nuk më flet. E gjithë lajgja e tije, e gjithë lajgja e tije. Dhe këtu tani, paguaj vetë qiran, me sakrifica, nuk i them njeri ose. Nuk dua të zjanë storën as kont. Kam thanë vetes që, edhe si kur të vdes për buk, nuk turpërohem, dhe nuk e turpëroj djalin tim, pa marrë parasysh se si ma bëri. Se unë si nanë, nuk duash të ta marrë këtë gjë. Unë Po më fal, me respekt çfarë jeton ti? kërkoja. Kush kujdeset për ty? Me një pension të vogël? Atë po them, askush,
Vetë, forca ime, e një pensionit. Po qfar ha unë, as një gja. Pensionin që e marë më shko në drita në uj. Kujtesen vetë, nuk tua nga djali para. Ja, unë tua nga djali të më merë në shtëpi, se jam e vjetër, e duhet të kujteset për mua. Duhet të kujteset për nanën e vetë, jo për një gjë tjetër. Për nanën, të kujteset për ilacet, për tensionin, për problemet shëndetësore që i kam. Nuk kërkoj unë të me japin para, mjafton për mua pak buk, kujtesi dhe të jem rahat, të ftes rahat, ta di që ftes në shtëpin time. Kam frik natën të flej, se them, po nuk u zgjova nesër. Mua sa ditë të sinqerisht driem pjumor. më vjen shumë keq. Unë jam shumë i ndjeshëm, sidomos te këto tema që kanë të bëjnë me fenomenin nën. Dhe mesazhi im që ndër vite në fakt që merrem me këtë punë është që nënën ta respektoni, ta dashuroni, sepse është dhuratë e Zotit dhe mua më vjen keq që ti i kaloke të gjitha këto dhimbje shpirtërore. Ah, mor pyrin në nësa. Edhe unë nuk e mendoja i shën do t'a kaloj. Këta dhimbje? Po kujtja thuash? Kujtja thuash? E dashur Të nën, kupton njeri. unë jam i bindur që ai një ditë, pa marrë parasysh si do të vinë gjërat, do të pendohet edhe do ta kuptoj që vlera jote është jashtëzakonisht e madhe në këtë jetë. Unë shpresoj me zemër që ai ta dëgjon këtë rrëfim edhe ta kupton që bëhet fjalë për atë. Uroj me shpirt, nëse dëshiron lër edhe ndonjë inicial që ta kupton se është ai. Inicial, Mario e quajnë. Mario e ka embri, djali. Mario, uroj të ndëgjon, se s'ma lejnë der komunikime. S'kam ku të flas me ato. As njëri nuk mojha në më hapën derën. As nusja, as djali. Uroj me zemër as që kush. sa do pak të ketë ndihmuar kjo gjë që të hapësh zemrën. Unë po të them, më ke këtu për çat kesh nevojë. Unë aq sa mundem do të ndihmoj edhe në aspektin Rofshoj dritë nanas. financiar, por uroj me zemër që ti të afrohesh sa më shumë tek djali jot, tek nusja jote, sepse në fund të ditës nuk na bëjnë të lumtur as parat, nuk na bën të lumtur as ushqimi luks, sa na bën të lumtur prania mes njëri tjetrit. Këtë e thash nuk du as një gjë, as një gjë. Rof shtipir. Unë të dua fort edhe të uroj të gjitha të mirat e universit dhe uroj që Zoti të bindë djalin edhe ti t'jesh e lumtur. Amin, amin. Faleminderit që ishe me mua. Faleminderit. E pra të dashur miq, ishte kjo historia që ndam. Mesazhi im në fund për këtë rrëfim është që pa marrë parasysh se çfarë të bëni në jetën tuaj, nga momenti që edhe ju bëheni prind, duhet edhe më shumë të kuptoni vlerën e prindit, se hajt deri në momentin që nuk e bërë prind edhe nuk e kupton. Po në momentin që ti vetë prindërohesh, duhet të kuptosh se çfarë vlerë ka prindi dhe sa i rëndësishëm është prindi në këtë jetë. Dhe uroj me zemër që ky djalë të bindet dhe t'i kthehet nënës së tij.